Këshilli Bashkiak I Vlorës me votat e mazhorancës socialiste në këtë këshill ka miratuar tarifën për përdorimin e plazheve publik të tarifuar. Një hapësirë e re plazhi që këtë sezon veror do të aplikohet dhe administrohet nga pushteti lokal. Ky hapësirë plazhi do të ketë shezllonge dhe çadra, si dhe të gjitha kushtet e parashikuara për një plazh me pagesë, por që do të administrohet nga pushteti lokal. Miratimi I tarifës prej 700 lekësh për një çift shezllongësh me një çadër ka ngjallur reagimin e këshilltarëve të opozitës, të cilët e kanë cilësuar të padrejtë dhe në kundërshtim me projekt vendimin e propozuar për një çmim më të ulët. Ardhur keq që shumë këshilltar socialist të Këshillit Bashkiak votuan një tarif më të ulët se sa ajo që ishte parashikuar nga administrata e bashkisë dhe sot, pra kjo është fakti që është për të ardhur keq, sot do të votojnë një projekt vendim I cili është 2000 lekë më shumë se sa ai që votuan herën e shkuar. Unë kam qenë, jam dhe mbetem I palëkundur në qëndrimin tim, po mendoj edhe të kolegëve opozitar, që ky plazh duhet të jetë plazh publik pa pagesë. Krahas plazhit publik të tarifuar, do të ketë edhe plazh publik pa pagesë, si dhe hapësirat e plazheve që janë vënë në dispozicion të subjekteve private dhe të ndara me ngjyrat përkatëse në hartën e miratuar nga Këshilli Bashkiak I Vlorës. Janë të ndara me parcela.